vazhdojmë me recetën tonë të dytë. Përgatitëm në furr një tavë me speca të kuqe, jeshil, mish të grire dhe oriz. Tani kemi një recetë me vezë to vital. Gjithmonë zgjedhja jon, 4 vezë të kuqe, qep, 4 rraf qepësh. Du të ketë qenë qepa shumë e madhe, byzylyk qepësh. Për këtë recetë. Aty ngel, te byzylyk qepësh. Aty ri, fare. Vendos yndyrën. Qepët. Këto rrathët e I kemi qepëve. prer pak në rrath të mëdhenj. I lë pak fare sa të zbuten. Kam krip, piper, djath, normalisht do të shtoj majdanoz, mund të shtoj gjethe qepësh. Gjethe njoma, gjethe qepësh. Sa të dua unë them. Kur të na dalin Pres ato pak. qep të njoma? Po. Majdanozi shkon shumë I kam vezë. bler të freskëta. E kemi thënë? Ta fillojmë me kërcejt? Mjafton që ti presim imët, edhe kërcejt e bimëve aromatike mund të janë shumë mirë të përdorshme në Madje janë më mirë. Tu do ta lëm, jap një ja, tu i dhe. të tillë. Të lumt. U zbutën qepët, i zbusim në gjalp, se marrin dhe aromën e mirë. Dhe Jo, tek dala, secila prit, se kam vesh dhe bukur, prit. dhe tek secila, po, tamam. Tek secila unaz apo tek secili byzylyk do të shtojmë nga një kokër vezë. Një ose 2. Varet nga madhësia, Po. mban dy Po, një. këto janë danoce. Ska, unë... Të vezë të kuq janë çik më të mëdhaja, kështu që nga një është mjaftueshëm, ju varësi të vezëve sa të mëdhaja janë. Të ngjyrën e kuqe të kuqe. Sigurisht që pjesa tjetër e të bardhës do të përhapet aty në tigan, sepse ndoshta nuk e mban dot O, balaxe. pjesa e poshtë me unazave. Do të shtoj. Krip. Piper. Do t'i vendos kapakun, sikurse kam vënë ujun këtu, a thu sikur do krijoj oqean. Një çik fare sa të kryojnë avull për t'u zbutur dhe për t'u mbajtur. Vendos. Mbulojmë. Ideale për një Kapakun. mëngjes kjo recetë. Kam Kemi djath. gjithashtu dhe djath të fortë, të grirë në rende. Dhe absolutisht majdanozi. Gjë që e freskon. kur Androniki do lexoj recetën do marrë qepët e njoma. Bishta. Patjetër. Të bishtat e qepëve. Patjetër. Lexoj tani unë, ti marrësh me vrap, i presim të jenë pjesë e Vrap, ndoshjes 1, së 2, 3, ha, fillova. të bardha. Hajde, në vend jam, pra. Ha, pra, fillova. Po, pra, poj. Kur ta nxjerrin në ekran, butonat i ka dikush po, i tjetër. ka vash, pra. Fjalët kam. Omlet në unaza qepësh. Një qep e madhe, të cilën do ta presim në këto rrathët që ju i pat. Kemi 3-4 vezë, një lugë gjelle gjalp ose vaj ulliri, krip, piper të zi, pak djath kaçkavall të grirë, majdanoz ose qep të njoma, ose të dyja nëse ju nuk përtoni të vraponi si Alban. Dhe qepët e njoma. Erdha. Erdhe, bravo. Një vrap të bakshja, do më thënë, Një vrap pele, 2 ditë me gomar. Kanë shumë aromë freskët. Qep majdanoz bashkë, kështu. Ne kemi kopshin tonë, Kombinohen. që ai që kujdeset shumë mirë. O, unë edhe fjalë të mira, thash, nuk thash fjalë.
S'la vrapojnë fjalët. Vrapojnë fjalët dhe vrapojnë duart. Vrapojnë goja. Hapim qika pakun, shofim që ndodh aty tani. Se është rritur volumi i mbushjes, vezve, sigurisht janë mpiksur, janë zier, në një farë nuk janë skuq, janë zier. Dhe tani shohim pjesën e mbushjes me qepët e njoma dhe me majdanozin. Dale, se pas kam lëmë pak të varfër të pjesën këtu. E shohim pak tigani, ju lutem, që ta kuptojnë dhe anvisat, rreshtat, si do t'i vendosë njëra pas tjetrës, pra qep të njoma majdanoz, ta shtesi për edhe kaçkavallin. I vë, edhe për pak, sërisht ka pa. Tigani, ju mund të zëndi. Mirë, mbaruam me recetën e dytë, i lexoj edhe një herë. Kaq praja. Për mëngjes, një nga mëngjeset më të shpejta. Një nga mëngjeset më të shpejta ishte ky, për të shfrytzuar vezën, për të marrë proteinën dhe për ta bërë atë një shije ndryshe, vendosur kështu në këto rrafët e qepëve, pak kaçkavall, majdanoz qep të njoma dhe u bëm. Pak gjalp për aromë dhe për ti. Pak kaçkavall, pak fjalë, një rim. Në 5-6 minuta e mbaruam recetën. Diku ikni në rim, prap nesër jemi këtu. Ditë për ditë. Ditë për ditë, ne nuk vëm prit. Kush të dojmë të na shikoj, sepse te në reze më të mjaftoj. Shihemi pastaj, pas reklamave, ç'a gatuaj më pas? Kam qepë dhe pras. Okej, ju presim. Mirë se u gjejmë përsëri në pjesën e fundit të gatimeve tona, në recetën tonë të tretë. Ju kujtojmë se kemi përgatitur një tavë me oriz, speca dhe mish të grirë, kemi kaluar tek rrafët e qepëve me vezë, qep të njoma, majdanoz, pak piper të kuq dhe vjen një super mëngjes për ju.